Fitnet dhe sprovat, shenjë prej shenjave të kiametit. Lëvdatat dhe falënderimet i përkasin Allahut. Selavatet dhe selamet janë për profetin ton, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: paraprini me vepra të mira disa fitneve, spropave, trazirave, të cilat janë si shtresat e një nate të errët. Fitne, në të cilat njeriu gdhihet besimtar dhe ngryset mohues. E ngryset besimtar dhe gdhihet mohues. E shet fen e tij për një plaçk të kësaj dynjaje. Ky hadith trajton temën e fitneve, duke sqaruar rrezikshmërinë e tyre dhe dëmet që shkaktojnë tek njerëzit. Fillimisht duhet të dimë se fitnet ndahen dy llojesh: fitnet e dyshimeve në fe dhe fitnet e epsheve dhe tekave. Fitnet e dyshimeve në fe, pa dyshim janë më të rënda dhe më të rrezikshme se sa sprovat e epsheve dhe tekave, sepse dyshimet në fe mund të nxjerrin njeriu nga pastërtia e tauhidit në pislëkun e shirkut, kufrit, ateizmit, apo e nxjerrin nga drita e sunetit në errësirën e bidateve dhe të humbjes. Këto dyshime nuk rreshtin së shfaquri nga një kohë në tjetrën, duke u fuqizuar në disa periudha dhe dobësuar në disa të tjera, në varësi të besimit të njerëzve dhe gjallërisë së thirrjes së saktë në atë vend apo kohë. Thirrësit, misionarët e mbjelljes së këtyre dyshimeve poshtohen çdo ditë më shumë, për fat të keq, edhe në kështjellat më të forta të Islamit sot. Lloji i dytë i fitneve është ai i epsheve dhe tekave. Ato dëshira pasionante, teka dhe dëshira të cilat e shtyn njeriu që t'i përmbush ato nëpërmjet kryerjes së gjunaheve. Edhe kjo kategori sot përbën një rrezik jashtëzakonisht të madh, të egzageruar nëpër masat e tij në mënyrë të frikshme, duke qenë rrëmbyese e shpirtrave të dobët që joshen lehtësisht. Fillimisht, shumë nga këto nisin si eksperiencë mashtruese, e më pas njeriu e gjen veten të ngërthyer keqazi në vergojnë të mëkateve. I janë përlyer këmbët në batakun e gjunaheve dhe vazhdon të zhytet në gropën thithse të tyre, të cilat e zhveshin dal nga besimi i tij. Më të përhapurat e këtyre fitneve janë joshja pas pasurisë, epsheve fizike, humbjes së kohës në lojra dhe dëfrime, grykësia, tendenca për mburje me veshje dhe paraqitje, imitimi i jo besimtarve dhe njerëzve të shturur. Secila nga këto kanë nëndekët e saj të mëkateve dhe rrjedhimet negative të tyre. Për shembull, joshja pas pasurisë dhe lakmimi i saj e bën njeriu që të shkel kufin që Allahu ka vendosur, përdor hiletë dhe mashtrimin, betimin rreshëm dhe falsifikimin, shet gjëra të ndaluara, vjedh grabit, shkaktojnë konflikte dhe luftra. Marrosja pas epshit seksual, duke u kthyer në sklavin e tij, e cila fillon me shikimin e skenave erotike në televizor apo internet, e më pas fillon praktikimin e jetën e përditshme, duke kaluar në ngacmime, joshje, propozime, ndjekje, mashtrime, përdhunime e të tjerë. Duke mos harruar që i gjithë ky proces, e gjithë kjo veprimtari shoqërohet të domosdoshmërisht me mangësitë të theksuara në kryerjen e detyrimeve fetare, për të mos thënë braktisjet të tyre, në mënyrë të veçantë vihet re në raport me namazin si shtylla më e rëndësishme e Islamit. Nga hadithi më sipër kuptojmë disa parime dhe indikacione të rëndësishme. 1. Së pari, kujdesi që duhet të tregojmë në raport me fitnet në tërësi. Ky kujdes duhet shfaqur në 3 aspekte. A. Drejtimi nga Allahu me lutje dhe përulje që të ruaj dhe shpëtoj nga fitnet, duke shfrytzuar në mënyrë të veçantë ato kohë, gjendje apo vende të specifikuara në të cilat lutja është më pranë besimit. Allahu i do ata që i luten me përulje dhe këmbgulje. Kush mund t'i përgjigjet njeriu që lutet me këmbgulje dhe përulje, e t'i largoj të keqen dhe t'u bëj sundues në tokë përveç Allahut. Surja Neml 62. B. Nxënje dijes fetare dhe serioziteti në të. Kjo sepse dija që buron nga Allahu i mundëson njeriu që të kuptojë dhe zbuloj fitnet, të dijë dispozitat në lidhje me to dhe mënyrat e ruajtjes prej tyre. C. Distancimi dhe qëndrimi larg shkaqeve që i shkaktojnë përfshirje në fitne. Për shembull, mos marrja pjesë në ato kuvende ku tallen me ajetat e Allahut, të mos dëgjohen thirrjet për revolucione, prishet e rendit, të mos qëndrohet në ambiente ku njeriu mund të tundohet për kryerjen e gjunaheve. Në rregullat e përgjithshme që dietarët kanë formuluar është edhe ky. Është detyrë largimi nga burimet e fitneve. 2. Nxitje për të shpejtuar në kryerjen e veprave të mira, shtimin e tyre para se të vinë fitnet dhe vazhdimësia në to para dhe gjatë fitneve. Kjo për disa arsye. A. Veprat e mira janë buroj nga fitnet, duke i forcuar besimin, duke i shtuar vendosmërinë dhe kthjellësinë në metodologjinë që ai ndjek. Profeti alayhis salam i tha Ibn Abbasit radiallahu anhu,
njihe Allahun në kohë bollëku dhe rehatie, ashtu që ai të jetë pranë teje në vështirësi. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtetë Allahu i madhëruar ka thënë: kushdo që do të tregojë armiqësi ndaj nikut, beliut tim, unë do t'i shpall luftë. Me asgjë robi im nuk mund të më afrohet më shumë se sa me atë që unë ja kam obliguar, dhe vazhdon robi im të më afrohet me vepra fakultative, nafile, derisa ta dua atë. E kur ta dua, dashuria e tij ndaj meje mbizotëron, dhe të dëgjuarit e tij me të cilin dëgjon është vetëm për mua, të shikuarit e tij me të cilin sheh është vetëm për mua, dora e tij me të cilën kap punon vetëm për mua, këmba e tij me të cilën ecën vetëm për mua. I këtilli, nëse më kërkon diçka, do t'ja jap, e nëse kërkon mbrojtje nga unë, do ta mbroj atë. Parimi i përgjithshëm është: kur sillet me devotshmëri dhe bindje ndaj Allahut në kohën e rehatisë dhe bollëkut, atë Allahu do ta trajtojë me butësinë dhe ndihmën e tij në kohën e vështirësisë që ai njeri mund të hasë. Shehu Muhammad bin Salih El Uthaymin ka thënë: nëse fitnet e fuqishme vijnë tek një njeri me besim të dobët, që e kanë dobësuar dhe rënuar mëkatet dhe tekat, nuk do hasin rezistencë dhe kundërvënie, ndaj dhe e shqyejnë atë ashtu siç shqyen shigjeta objektivin e saj. Gjithashtu në ditët të tjera, profeti alayhis salam ka nxitur përshtimin e adhurimeve dhe gjatë ndodhisë së fitneve, duke treguar dhe shpërblimin e madh që ka, duke thënë: adhurimi në situatë herxhi, kohë fitnesh dhe vrasjesh, është njësoj si emigrimi për tek unë në Medinë. B. Vetë fitnet e kanë në natyrë që të krijojnë një lloj perdeje penguese ndërmjet njeriut dhe veprave të mira, duke shkputur tërësisht apo dobësuar dhe mangësuar. Profeti alayhis salam ka thënë: besimtari vazhdon të jetë korrekt dhe i devotshëm, përsa kohë që nuk derdh gjak të pafajshëm, e nëse e bën këtë ndërpritet nga veprat e mira dhe devotshmëria. Kjo për shkak se fitnet shkaktojnë vrasje, cënim të rendit dhe sigurisë, duke bërë të vështirë pjesëmarrjen në namazet me xhamat, veçanërisht të namazet e natës, apo qarkullimin lirshëm për davet, kufizimin e sadakas, angazhimin me ruajtjen personale dhe familjare, mungesën e qarkullimit të ushqimeve dhe artikujve jetik, pengohet procesi mësimit në përshkolla dhe institucionet fetare e të tjerë. 3. Rezultati më i tmerrshëm i këtyre fitneve është që njeriu të ngryset besimtar dhe të gdhihet mohues, apo të gdhihet besimtar dhe të ngryset mohues. Ky kufër i përmendur në hadith mund të jetë kufër i madh që e nxjerr njeriu nga feja, por mund të jetë edhe kufër i vogël që nuk e nxjerr nga umeti, në varësi të gjendjes së njeriu në raport me shitjen e fesë së tij. 4. Forma e rrezikshme me të cilën shfaqen fitnet, duke bërë që sa më shumë që ato shtohen, aq më vështirë bëhet njohja e të vërtetës në situata të caktuara, aq më vështirë bëhet praktikimi i të drejtës, çoroditen gjendjet, dobësohet feja tek njerëzit, humbet harmonia e jetës dhe mbizotëron mangësimi si në aspektin fetar por atë të dynjas. Të e shohim në dy momente që hadithi përmend. A. Mënyra se si njeriu ndryshon dhe transformohet brenda ditës apo natës, gdhihet ndryshe nga ç'është ngrysur dhe ngryset ndryshe nga ç'është gdhir. B. Profeti sallallahu alaihi wasallam i përnjasoi këto fitne me netët e errta ku mungon hëna, madje me pjesën më të errët të saj, sepse në errësirë të plot humbet rruga, bëhet thuajse e pamundur njohja e orientimit dhe lehtësohet rënia prej çdo lloj forme të dëmtimit apo ngërthimi në ndonjë kurth të ngritur. 5. Hadithi shpreh qartë se për kushtimin e dynjas dhe joshjeve të saj, me qëllimin për të konsumuar sa më shumë prej tyre, është nga shkaqet kryesore që e bën njeriu të përfshihet në fitne dhe të devijojë nga ajo që Allahu i ka ligjëruar. E shet fenë e tij për një plaçk të kësaj dynjaje. Sheikh Muhammad bin Salih El Uthaymin ka thënë: mos mendo se fjala plaçk në këtë hadith ka për qëllim vetëm pasurinë, përkundrazi, përfshin çdo lloj përfitimi që përbën interes dhe angazhim për njeriu, qoftë pasuri, post, pozit, femra e të tjerë. 6. Shpejtimi në vepra të mira është nga shkaqet që e përforcojnë besimin, e mbajnë atë të freskët dhe të rinovuar gjithmonë, ndërsa braktisja e tyre lë hapësira për të imponuar tek ai dyshimet dhe ndikimet e fitneve. E lutim Allahun të na ruajë nga fitnet, të kuptueshmet prej dhe të fshetat, të na orientojë drejt rrugëve të paqes dhe shpëtimit. Me të vërtetë, ai është dëgjuesi i lutjes dhe pranuesi i tyre. Amin.